Hamdi i takon Allahu Gjelle Gjelalu, falënderimi takon të madhit Zot, krijues, furnizues, mbikëqyrës i krijesave të Tij. Paqja, bekimet, urimet ja dërgoi Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij, gjithë besimtarëve në përgjithësi, dhe mbi juve vëllezër veçanti, selamullahi aleikum wa rahmetuhu wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli, jemi në pjesën e fundit të këtij muaji të madhnuar Ramazanit, dhe sigurisht që pjesa e fundit Ramazanit të gjithë e dim se është pjesa më e vlefshme e këtij muaji. Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu i ka dalu këto net të fundit me një natë madhështore që është nata e Kadrit. E kjo natë e ka marrë këtë peshë vetëm shkaku i zbritjes fjalës Zotit, vetëm shkaku i fillimit të zbritjes së 5 ajeteve të surës Al-Alaq, ajeteve të para të Kur'anit që i zbritën Muhammedit alayhi salatu wassalam në mendjen dhe në gjoksin e tij të pastër, ishin pikërisht në natën e Kadrit, e ajo natë gjendet në mesin e këtyre 10 ditëve të fundit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, anën tjetër, pejgamberi i Zotit është mundu me i veçu këto net, edhe më shumë ka shtu angazhimin e tij, ibadetin e tij, volumin i ibadetin e tij dhe cilësinë në këto net të fundit pak më shumë se netëve tjera. Ai sipas transmetimeve tha zgjon të natën e tij, ngjall të natën e tij. Netët e tij të fundit Ramazanit thotë i ngjall të ato me ibadete. Pastaj thotë i zgjon të edhe familjarët, edhe u shtrëngon të për veti që të rrinte në namaz më gjatë, lexon të Kur'an më gjatë, e ibadete, lutje kështu me radhë më gjatë. Edhe thanë në transmetime tjera se kush privohet prej hajrit edhe bereqetit kësaj nate veç është privu prej shumë hajrit madh. Sepse kjo natë që ka shumë e madhe, më e vlefshme se 1000 muaj, siç ka ardhur në ajetin e Kur'anit dhe në hadithet e pejgamberit Zotit. Të nderuar vëllezër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam prap ka thonë një hadith tjetër se men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Do të kush e ngjall natën e Kadrit me namaz e me ibadet e kështu me radhë, duke besu edhe duke shpresu në shpërblimin e Allahut Gjelle Gjelalu, ka me ja falë Zoti gjunahet. E shumë hadithe e fjalë të ulemave për vlerën e këtyre 10 netëve të fundit, e për vlerën e namazit, edhe për vlerën e adhurimit në këto net fundit, e për vlerën e natës të Kadrit, shumë. Por, krejt këto vlera që spjegohen teorikisht, vllazni duhet me buru nga zemra, duhet me indje këto, ashtu qysh duhet më mundu me jetu shpërblimet e veprave të mira. Kur njeriu bën vepra të mira dhe mundohet me shfrytzu kohërat, sezonat e adhurimit, pse e bën këtë vepër? Për arsye se shpreson xhenetin e Allahut, shpreson dashninë e Zotit, shpreson faljen e Zotit, mëshirën e Zotit e shpreson. Don me u lidh me Allahun Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. E kështu Muhamedi alayhi salatu wasalam i mëson të shokët e vet, edhe u bën të dashur xhenetin, sepse këtë këto volume të ibadeteve që po i flasëm e që po mundohem me i bë, realisht për çat xhenet, realisht për dashninë e Zotit, për kënaqësinë e Allahut. Kur fitohet kënaqësia e Zotit ndaj robit vet, xheneti dhurohet pastaj dhurat për anën e Zotit. Se jo që mundana me ble me do namaz, e me do zeqat, e me do sadakatul fitr, e me do sadaka që i japim, e me do agjerime që i bëjmë, jo që mund me blena xhenetin me to. Po xheneti dhurohet nga ana e Allahut, e dhurohet mbi bazat kënaqësisë Zotit mbi robin e vet. Por na do të arrit kënaqësinë e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Me i tregu Zotit që na të besojmë ty ja Allah, ja Kerim.
na të besojmë dhe mbi bazat këtij besimi të thellë, na mundohu mu angazhu që me të kënaq ty e ti me na dhuru xhennetin tonë. E Resulullahi i mësonte edhe i nxiste sahabët e shokët e tij me e dash xhennetin, edhe u folte shumë për xhennetin. I folke për xhennetin, u aspjegojke xhennetin, folke rreth xhennetit, u a bënte të dashur xhennetin. Edhe u a bënte atyre që ata t'i hapin sytë dhe ta marrin nga zemrës shpërblimin fundin, ta afrojnë shpërblimin fundin tek mendja edhe tek zemra që të ngjallet vullneti. Prej atyre rasteve është një rast kur Resulullah i kthehet mas namazit sabahit ka xhamati vet, ka sahabët, ka shokët e tij. Edhe thotë o burra, thotë më kanë zbrit një 10 ajete, më kanë zbrit thotë sonte një 10 ajete kush i lexon ato i mediton dhe çon e fiton xhennetin me emrin e Zotit. Edhe fillon me u lexu ajetet e surës Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. O ju njerëz, keni frikë Allahun Zotin e juaj. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Dita dridhja e kataklizmës, dridhja e kiametit ka me qenë dridhje e fuqishme, ka me qenë çështje shumë e rëndë. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Thot atë ditë thot çdo gjithonse ka me braktis atë që ka përgjigj. O tadau kullu dhati hamlin hamleha. Edhe ajo që ka foshnjën në bark ka me qit para kohës. O taran nasa sukara. Thot i sheh njerëzit atë ditë thot janë të dehur. O ma hum bi sukara, ata nuk janë të dehur. Walakin azab Allahi shadid. Mirë po dënimi Allahut është shumë i vështirë, shumë i rëndë. Edhe prej dënimit Zotit Dhul Xhelal, thot dridhen gjanat, dridhet kjo tokë. E ka me qitë gjithënësja, ka me largu atë që ka përgjigje dhe ajo që ka barën e vetë ka me largu para kohë. Njerëzit doken të dehur, po në realit nuk janë të dehur, por janë të lahtarisur edhe të habitur. Thot kjo ditë, thot a dini çfarë ditë është, a din për çka po flet Zoti, o burra. Thonë Allahu dhe pejgamberi ti e din. Thot o vëllezër, o shokët e mi. Thot kjo është dita kur Allahu xhelle xhelalu i drejtohet Ademit, alayhi salatu wassalam. Ademit i drejtohet dhe thot qou njeriu i parë, qou thot edhe pregaditi, klasifikoj, radhiti bite tu për në xhenem. O Zot, thot qysh mi radhit? Ka sa, qfar grupe, qfar si formën, qysh? Thot prej çdo 1000 burrave 999 për xhenem një në xhenet. Sahabët kur të dëgjojshin pejgamberin këtu, ata u preken, ftyrat e tyre ndryshuan. Edhe elshuan, thot transmetimi, elshuan një ofshon. Kush po shpëtoi ka ja Rasulullah, se i ndjejshin gjanat mbi bazat besimit, i ndjejshin ato, i kuptojshin thellë ato, e afrojshin ofër mendjes edhe zemrës, e mendojshin edhe parafitërojshin që ajo po ndodh tani. Thot kur i pa pejgamberi son këtë gjendje, filloj me i qetësu, edhe tha, o burra, në këto grupe dhe të kanë me marë pjesë, je gjugjet edhe me gjugjet, që kanë me orë që shaj e kiametit në fund të kësaj dynjaje, kanë me ba trazira dhe shkatrim e zullum këtu, ata kanë me imu shumë këto grupe me 999 për xhenem. Unë ka me lutë Allahun, thot pejgamberi Zotit, që ummeti jam të jetë pej banorëve të xhenetit 1/4 e ati. Ata lëshun Allahu Akbar thanë për gëzimit. Pastaj qëndroj pak pejgamberi Zotit prap, ju tha, ka me lutë Zotin e madh ditë me i thonë, o Zot, ummetin tem, gjysën e ummetit tem, bëne prej banorëve të xhenetit. Ata prap thanë Allahu Akbar për gëzimit. Se i ndjejshin gjana. Pastaj pejgamberi qëndroj pak dhe ju tha, ka me lutë Zotin me i thonë, o Zoti jam 1/3 e njerëzimit, bëne prej ummetit tem e futin xhennet, ja Allahu, ja Kerim. Ata prap thanë Allahu Akbar. Thanë në xhennet janë 120 safa, 80 safa kanë me qenë prej ummetit tem xhenetli. Prej tyre thot pejgamberi Zotit 70.000 burra kanë me hi pa llogari, pa hesab, pa i pyet kush kur gjë.
Omeri radiallahu anhu kishte qef me kon prej tyne, tha ja Rasulallah, a veç 70.000, tha me se cilin prej këtyne 70.000 nga 70.000 tjerë kanë me kon banor xhenetit prej umetit tem, pa llogari fare kanë me hyrë në xhenet. E njani prej shokëve ti e shfrytëzoi rastin, Ukasha ishte në fund atje që i duhet tha ja Rasulallah, lutë Zotin ti jam prej tyne. Tha ti je prej tyne, prej banorëve të xhenetit. E kështu me radhë, përfundom të transmetimi, dua të them se me të vërtetë të nderuar vëllezër, veprat që i bojmë, agjerimin që po e bojmë, po rrim pa hangër pa pi, do sadaka po mundohem me i dhon, do namaz po mundohem me fal. E tash s'po pyesim se çfarë lloj namazi po bojmë. A po falum ç'ish duhet, a nuk po falum, a po falum shkeleshka, jo. Çfarë ibadete jem të bën? E këto 10 ditë e fundit që jemi hi, sa po jemi me vullum të ibadeteve, sa po kem dert me mbush bagazhin ton me vepra të mira, nuk po pyeti këtu, po them, po mundohemi. Hajde ti tregojmë Zotit, të ti thojmë o Zot, na po jem umeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na po dëshirojmë me kampi banorëve të xhenetit. Pak vepra po mundohem me i bën për ty, ja Allahu ja Kerim, bëna prej banorëve të xhenetit. Shkruna. Pejgamberi Zotit na ka lajmëruar që çdo natë Ramazanit Allahu fut në listë njerëz caktuar që si ka pas dje par si dje kështu më radh, nuk i ka pas në listë e i shkruan atë natë prej banorëve të xhenetit. O Zot mos ta nxjerr prej xhamisë, veç se ti na ke shkruar prej banorëve të xhenetit. Jeta është e shkurtër. A ki siguri që do të dalësh prej xhamisë i gjallë? A ki siguri që do të pritësh iftarin? Vallahi as te asone s'kem siguri që do të presim iftarin. Nuk ki siguri se vdekja vjen baghteten, vjen papritur, vetëm kur të shfaqet para fytyrës dhe fillon shpirti me dalë prej trupit. Kjo është vdekja, nuk pyet askën. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë jeta është e shkurtër, por momentet që Zoti na i ka treguar se janë të vlefshme, jemi në këto momente. E jamen ma'dudat, ditë të numruara për nga shpejtësia e tyre që shkojnë dhe ditë të numruara për nga pesha. Çdo dakikë është i shenjtë edhe i rënd. Çdo moment është i vlefshëm shumë. E nëse me të vërtetë jemi në natën e Kadrit këtu net dhe takojmë atë, ajo pastaj mbi 1000 muaj e ka vlerën. E të nderuar vëllezër, çdo vepër ta bëjmë me bindje të fortë në Allahun, me sinqeritet të fortë dhe ta kërkojmë çdo natë edhe çdo ditë ta kërkojmë xhenetin e Allahut. Thuaj, komuniko me Zotin ton, komuniko lirshëm. Thuaj o Zot, shkruan për i banorëve të xhenetit. Shkruan se nuk i harxhohen fletat të Zotit as në ngjyra e lapsit, as nuk është që s'ka vend në xhenet. O Allahu i posedon tokë qiell, e posedon të gjitha që ty mendja s'ta përthekon fare. Ai është Zot i tokës e i qiejve. Ai është Allah, krijues, furnizues, mbikëqyrës, nuk i paksohet mulki atina. Lute Allahun me sinqeritet këto net për me të fal, për me të dhënë mëshirë, për me ta drejtu familjen ka udha e marrë, udha e drejtë, rruga e fitimit, rruga e bashkimit. Lute Allahun xhelle xhelaluhu, mos ja lëshot derën Allahut. Mos le pa trokit çdo natë derën e Zotit. Me sinqeritetin më të madh, mos ju ndaj derës Zotit. Se dera Allahut është e madhe. Ai ka qef që na me lut, edhe na duhet me lut me dashurinë edhe sinqeritetin më të madh Zotin e madhnuar. Hajde ti shfrytëzojmë sinqerisht këto net. E lusë madhin Allah që na bën prej atyre që sinqeriteti prek fjalët dhe zemrat tona. E pastaj çdo vepër që e bëjmë, e vogël ose e madhe, inshallah don Zoti e peshon thellë, se veprat shpërblen sipas qëllimeve dhe nijeteve, edhe sipas brumit të fuqishëm të besimit dhe të sinqeritetit që e kin zemër. Ndashta dikujt i duket që jo filani prej besimtarëve po bën vepra pak u fal, pak ka dhënë sadak, pak u munu, mirë po çato pak, ndoshta te Allahu janë me peshë të madhe. Për atë arsye na e shtojmë vollumin se nuk e dim, ndoshta ndonjë recat për recateve nuk e kemi të nivelit. Për atë arsye shtojmë recatet, falim namaznate, e falim teravi, e bojmë namaz, e japim zeqat, e japim sadaka, e japim folim fjalë mira, e kështu me radhë shumë vollum të madh se nuk e dim. Ndoshta
nuk na pranohen të gjitha, po diçka bile pak. Për atë arsye lypet volumi këtu net. Për atë arsye lypet volumi, se nuk e din të cila pranohet. Andaj bën volum të veprave të mira, që ndoshta Allahu përzgjedh diçka prej veprave tua, e pranon, edhe me to e fitojmë xhennetin e Allahut xhella xhelaluhu xhella shanu. Deri në xhumën e ardhshme, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli, edhe kësaj here Kryesia e Bashkisë Islame bën thirrje që sadakatul fitri e zeqati të drejtohen drejt zyrave të saj e të ndihmohet, sepse përmes saj jeta fetare zhvillohet në Kosovë. Medreset kanë nevojë për sadakatul fitrin tuaj, kanë nevojë nxënësit që hajnë bukë atje, edhe përgatiten fetarët prej këtyre shkollave, përgatiten njerëzit e nivelit të shoqërisë tonë. Pastaj Bashkësia Islame kanë organizimin e saj, edhe shoqatën Bereqeti, e cila i ka të mbushura listat me skamnor të Kosovës, me njerëz që kanë nevojë. Ata presin ndihmën tonë, presin sadakatul fitrin tonë, përmes kësaj shoqate. Vetëm klikoni në internet, edhe mund ta shihni në webfaqen e Bashkisë Islame, mund të shihni familjet të cilat përfitojnë përmes shoqatës Bereqeti. Gjithsesi përmes sadakatul fitrit juaj, e sadakave juaj, e zeqatit juaj, njerëzit japin dhe realizojnë dhe arrijnë aty ku duhet. Se kjo është qëllimi i këtyre shoqatave, kësaj shoqate kështu me radhë. Na në Fushë Kosovë këtu kemi të organizuar zakatul fitrin në zyrën e Këshillit Bashkisë Islame, këto ditë deri në fund të Ramazanit, po edhe kioska që është në obor të xhamisë, edhe kjo është funksionale tër ditën inshallah taala deri në prag të iftarit, po edhe në namazin e taravive për rreth saj, para dhe mas, është funksionale me kuponat e zyrtar të sadakatul fitrit. U presim dhe shoqëria jonë ju pret që të drejtoni sadakën e juaj, fitrin e juaj, zeqatin e juaj drejt institucionit fetar që organizon fetarin dhe fen në Kosovë. Zoti ju shpërbleft.